Qysh me vepru kur burri këqyr me të ndalë për çdo sendi edhe thot të unë sun ban çka të dënë. Motër, këto imtësi nuk mundemi me dhonë një fetfa, një përgjigje të prerë nga e burrin mëse nga burrin. Parimisht, na themi se mës me bon çka të dush ti, ose me ndëgju burrin, mirë është me ngu burrin. Burri sa me të urnu ty dhe sa me të ndalu, edhe ajo ka kufi. Ka kufi sa me ngu, po dhe ka kufi sa me të urnu aj ty. Çdo gjë që në islam është halal, ti ki drejt me e ban. Çdo gjë që në islam është farz, ti ki obligim me e ban. Aj sun të nalë ty pi namazet, aj sun të ndalë ty mbulesën, aj s'pun me të ndalë ty agjerimin, s'pun me të ndalë respektimin e babas nanës. Por mund me të ndalë ty agjerimin nafile. Agjerimin nafile. Pra është e lejuar, po mund me të ndalaj, me thonë jo, se unë kam nevojë kështu. Ai mund me të ndalë mës me shku ti me një vend ku është haram. Me një darsëm ku ka harame. Ta shti, ai po më thotë së mban që ka du, po do me ndalë për çdo seni. Nuk besojnë që ka, se tash shpesh përgjigjet tona, po merret telefoni për qitë të burrit për para që ka thonë hoxha. Edhe po na shkruajnë raste, hoxha nuk e din kretë situatën, edhe vërtet që nuk e di kretë situatën. Çka po themi? Na po themi që ti mos me përdor këtë përgjigje, me cilën insiston, domethënë me shkru 5-6 herë ose 10 ditë me ran, që me përdor si argument. Nuk mundemi na denin ato imtësi në familje me thonë ka mirë ose se ka mirë burri. Ne jemi kundër diktaturës burrit, por dhe jemi kundër me dalë me gruaja. Le dihet kush është i Zoti i shtëpisë. Por edhe burrit i themi le dihet se ti je i Zoti i shtëpisë në ato gjëra që Allahu t'i ka leju. Jo me bë zullum edhe me bë diktaturë. Mesatare pra drejtësi me çdo kan. Drejtësi me çdo kan. Por unë nuk ja bëj halal kur e nërreq një burr ose një grua pyetjen në atë formë që i konvenon atij, pastaj e merr, insiston me marr përgjigje prej meje ose prej një hoxhës tjetër, edhe shkon edhe argumentohet kundër bashortit ose kundër bashortës me pyetjen që ai ka nërreq apo me përgjigjen që unë e jap. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kujdes ai që din ma mirë me nërreq situatën e vet, muj me dhonë une, pejgamberi ka thonë, fetfa përgjigje në favor ti, por unë e jap qatë sa ti nuk e bon pyetje. E rujuni që mos i keq përdorni përgjigjet e xhallarëve në bazë të pyetjeve që ju i nërreqni.